Do të të thash edhe në fillim, për mu nuk ka pas asnjë shkputje, ose ka pas rindërtim, nëse ka pas një shkputje të përkohshme, ka pas rindërtim të aleancave me kompani farmaceutike. Edhe kushdo që sado pak e njeh shëndetësinë, këto mundet me verifiku shumë lehtë. Do thotë diçka që unë kom pas shumë diskutime ose dilema edhe profesionale kur kam qenë gazetare, ka qenë që a krijohet, a duhet më kriju përshtypja e publikut vetëm me percepcion. Nuk e di a duhet, nuk e di a çon percepcionin në burg. Nuk e di a ndodh, se mbase duhen faktet. Edhe këtë po e them ironikisht sepse duhen faktet. Por ajo çfarë ka ndodhur nëse e shohim na sot kush udhëheq në SHSKUK me barna, me procese, për mu është absolutisht për perceptim, po e theksa edhe njerë me ma kriju me unë perceptimin është goxha e qartë lidhja me kompani farmaceutike. Nëse është denoncuar disa herë publikisht, nëse kryetari i odës së farmacistëve, të cilin unë kam pas bashkëpunim shumë të mirë, kur ka qenë ai në krye të një ta themi organ publik, sepse nuk është krejt organ publik, po gjysmë ka kompetenca zyrtare publike, lëshon opinion për një produkt, në të cilin opinion unë ja kam falë besimin, edhe në atë ku e kam marrë si të mirë qenë, dhe pastaj me qatë opinion që është kundër një kompanije, kundër ta themi në thonjëza, sepse aja të kohë e ka konsideru opinion profesional, kalon të si një nga promonaret e kompanisë tjetër, që është kompanije vetë me konkurrente me të, është pjesë e grupeve punuese në Ministri të Shëndetësisë, është pjesë e grupeve punuese në SHSKUK, ku ka të bëj edhe me planifikim të barnave, njihet me drejtoreshën e barnatores, sepse ka pas zëvendës, nëse s'ka bëj zëvendës ose nën kryetare në OD. Ajo bëhet shefe e barnatores, ka punu me drejtorin, kam bashkëpunu në kuadër të Ministrisë e Eksperta të Shëndetësisë, zotin Elvir Azizi. Zoti Azizi bëhet drejtori i SHSKUK-s dhe pastaj ajo kompani, e cila për hir të vërtetës ka pas edhe në të kaluarën shumë të nder, po i fiton dikun 70 milion të nder për disa vite. Dikush mund të thotë, po kjo është vetëm perceptim dhe këto janë vetëm rrethanore, fakte rrethanore. Vetëm ndërlidhje që po i bëni si gazetare. Po, vetëm ndërlidhje. Mund të jetë, sepse nuk po du mu zëtu për diçka të cilën të paktën provë në dorë nuk kam. Nuk po thëmë që s'kam pa kur gja, po në dorë nuk kam. Por hajde ta gjykojmë çështje me standardin e partisë në pushtet të para disa viteve. Për këtë do flasim tash pak më të veçantë. Ajo që du me thonë është që për mu lidhjet e kompanive farmaceutike vetëm janë forcu në SHSKUK, nuk ka absolutisht shkputje, dhe fakti që janë të përqendruara në 3-4 kompani, dhe për ata unë kam shumë problem, sepse unë as nuk pëdu se të mu marë specifikisht me figurën e Ministrit Bitia, sepse nuk është ideja të shëndetësia me u fokusu. Do të merremi me fytyrën e qeverisë Kosovës me shëndetësinë, jo me fytyrën të veçantë. Jo, ajo që adeshta të them, për mua është ka i herë irrituese, sepse Ministria e Shëndetësisë, kabineti i Ministrit Bitia dhe shumë, nuk po them që s'duhet me bë perurime objekte, shumë mirë është me bë objekte, shumë mirë, gjithmonë, po objektet përbes, edhe këto nuk po du me qenë cinike, po objektet edhe nëse është një administratore që të nderi në nënshkrum bëhet projekti, që është projekti kapital, nuk është, ndoshta mund të jetë një komponent të një reforme, por reforma nuk është një projekt kapital. Dhe për mua është problemi nëse sepse jemi të barnat dhe nëse ti e shikon në plot vende të botës, tregu i barnave nuk konsiderohet si ekonomi e lirë, bashkë siç e konsiderojnë shumë tregtar të barnave në Kosovë. Ka rregullim. Dhe ka shtete që madje edhe vendosin limite se sa përqindje në këtë hisën e të nderve publik mundet me marrë një kompani. Nuk e lajnë me mbizotru, sepse për mua krijohen monopole pastaj. Absolutisht krijohen monopole, edhe nëse dikush i ka 50% është monopol. Sepse sa më shumë para që ki para me rrjedh jashtë ligjshëm të më shumë persona. Dhe mandej kështu bëhen kompanitë e paprekshme.
Kështu që kur po flasim, do të thotë çka duhet me bë ministria duhet me bë çto reforma. Me ndrejt sistemin që edhe masi shkon ministri vitia, edhe kur vjen një minister i ri, me pa mbi cilat standarde funksionon. Është shumë e rëndësishme dhe për një arsye. Ka pas raportime publike kur është zgjedhur drejtori Azizi për shkak të njohjes edhe siç është raportuar në media atëherë, miqësisë së afërt me zotin Vitia. Po për shkak që këto punësimet edhe avancimet ka ndodhur edhe në kalumen, po edhe në vetëvendosje as nuk janë mbajtur të fshehura, për mu nuk paraqet shumë problem përderisa do të kishte rezultate. Dhe sepse ndoshta për shkak që secila parti ka bën një gjë të tillë, edhe opinioni publik sot besoj që ka ardhur në një pikë që është i gatshëm të thotë nëse doni edhe shefat e infermierëve zgjedhni politikisht, por në fund ne nuk do i adresojmë kishtat as të zoti Azizi, as të infermierët, do duhej të aktorët politik, sepse nëse aktorët politik e dojnë krejt fuqinë, do duhej edhe të na jepnin rezultatet, sepse nuk mund ta kesh fuqinë dhe pastaj përgjegjësinë ta kenë ata. Njerëz që i ke prutin ato opozita absolutisht me konkurse që nuk kanë qenë të bazuara në merit, sepse për ndryshe zoti Azizi nuk do të mund të bëj, them këto me përgjegjësi plot drejtori SHS-kut, nuk ka pasur ai, nuk ka qenë menaxher i ndonjë institucioni publik, nuk ka pas ndonjë përvojë menaxheriale në krahasim me kandidatë të tjerë. Është bërë si secili konkurs, edhe para se të qenë korrekt, krejt drejtorat të SHS-kut kanë qenë drejtora politike, ose të afërt me ministrat. Paka shumë vazhduaja praktik. Nuk bën dallim kjo, por për shkak që standardin moral edhe të gjykimit e ka rrit vetëvendosja si parti, unë personalisht ku marrë me një pikë, krejt bëni të jujt, veç të shohim reformen, po mandej na nuk e kemi pa reformen. Dhe pse është e rëndësishme, sepse në të kaluarën, bordi askush nuk ka ditë për bërë të SHS-kut. Ka qenë i parëndësishëm, është bën me ndryshimet të ligjit të iniciuara nga zoti Hagani, bordi vetëm janë mbledhur ashtu, ka qenë si ceremonial. Kjo ka qenë kritika e vetëvendosjes pse bordi i SHS-kut nuk është i fuqishëm, sepse duhet dikush me mbikëqyrë një drejtar që e ka veç për barna 60 milion. Dhe çka ka ndodhur, unë i kam përcjell shumicën e mbledhjeve të bordit. Është sjell një bord, të cilët i japin llogari dhe këtë të me përgjithësi dhe besoj se secili gazetar që është aty pajtohet me mua, do muj me pranu publikisht do jo. Ata i japin përgjithësi drejtorit në takime ku drejtori duhet më raportuar aty. Ka absolutisht në trim të roleve. Si du mi dhonë qeveria përgjithësi, kuvendi mi dhonë përgjithësi qeverisë. Po, paka shumë një paralele e tillë. Dhe për mu sot paraqet probleme dhe ligji, sepse të gjitha ata, ose shumica e tyre, janë punëtorë të drejtorit në krejt pjesën e mujit, vetëm një herë në muj, janë mbikëqyrës të tij. Dhe si logjik, mendoj që është e gabuar, kështu që...